Shumë herë kam thënë brenda emisionit që në spitalin Rezonanca i gjeni të gjitha shërbimet. Mjafton të vini, ta parkoni makinën, duke filluar nga takimet me specialistët, konsultat, vizitat e rregullta, check-upet të cilat duhet çdo pacient t'i ketë për shëndetin e tyre. E duke vazhduar me hospitalizimet, intervenimet të ndryshme kirurgjike të lehta e të rënda, të gjitha llojet e shërbimeve shëndetësore, analiza, barnatore, imazheri, çdo gjë që ka të bëjë me hospitalizimin dhe me shëndetin e pacientit, i gjeni në spitalin Rezonanca 2. E sot, së bashku me drejtorin e spitalit, do të mundohemi në pika të shkurta të njoftojmë publikun se çka saktësisht ofron spitali Rezonanca 2. Zemër e thash nga A-ja deri në Z, të gjitha shërbimet në Rezonanca 2 mund të marrin pacientët. Do doja që t'jesh ciceroni jonë sot me këtë spital edhe të na shpjegosh prej këtu ku jemi. Me shumë kënaqësi. Këtu jemi në katin 0, që quajmë në spitalin Rezonanca 2. Në këtë kat janë të vendosura ordinanca specialistike, ku mjekët, specialistat tonë që i kemi, bojnë ekzaminimin e pacientëve. Gjithashtu në këtë kat kemi vendosur edhe sallat, tash do t'i shohim gjitha ato, për secilën lami të cilën na punojmë këtu, e mund të them që kemi gjitha lamit e mjekësisë, përveç kardiokirurgjisë që nuk e punojmë. Kurse gjëra të tjera i punojmë këtë se ne jemi spitali i përgjithshëm, do të thotë një spital që i përfshin gjitha lamit mjekësore.